a e Shqipëria një shtet me hapësira që i duan moshat e treta, apo është një shtet si përfill fare moshat e treta në mundësitë që të qytetit dhe për të lëvizur dhe për jetuar. Dhe këtë ta bëj pyetjen, sidomos për faktin që ti ke pas mundësi të shikosh dhe jashtë. Pra, bëj një krahasim. Unë do thosha është kjo gjithë. Shteti nuk i përfill fare moshat e treta. Prandaj jo më kot tallet kryeministri me indeksimin e atyre pensioneve, radhën par 4.1, tash 2.5, në një kohë që vetë ish kryetaria e Kuvendit, Elisa Spjar Pali, ka thënë që kemi 5 fishuar GDP-n. Që 5 fishuar GDP-n do thotë që ti fiton në vit 25 miliard euro. Atëherë ku janë këto para? Ku janë këto para? Pse nuk investohen? Domethënë një vizër. Kaq. Ndërsa për projektin që ke në mendje për ke i stadiumi i Lora Medor, nëse aty do bësh, do mbilleshin pemë, ajo do ishte një mushkëri e dytë për firin. Për moshat e treta, për fëmijët, për gjithë, për ta. Sepse vetë betonizimi që është bërë aty, e i duhet kjo. Plus dhe Qikaroma mbytëse e Gjanisës, që nga njëherë deri me metrorina hidrokarbure, të pak në e thithë gaz karbonik që sjell e rrjedha e ujit.